automatikisht me automatizmin e kupton që ti je pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E prandaj nuk do të më bëni veprim të tillë asnjëherë. Secili prej atyre njerëzve që kanë kontribuar në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe ata tjerë që kanë kontribuar në shirimin e vendit para luftës së UÇK-s, duhet ndihen kresnum nëse kalojnë ka territori i Serbisë. Prandaj vazhdoj me bë thirrje, edhe pse shpesh herë bëmë, do të thotë na bëmë monoton ty bë këtë thirrje, mos më bëni gjë të tillë. Edhe do të më pas parasysh jo vetëm në Serbi, po ju dini edhe Maqedoninë e Veriut. E dy ministrit e punëve të brendshme kanë shkruar një kontratë që me bë patrullim edhe policia maqedonase në Serbi, po edhe ajo e Serbisë në Maqedoni. Dhe a keni brenga shqetësime që persona të tillë përfshirë edhe qenajnë mund të keq trajtohen, pasi që janë arrestuar për motive të tilla? Sigurisht, sepse ky vetëm për arsye politike është arrestu djali, nuk ka asnjë arsye tjetër, as nuk ka asnjë bazë ligjore që ngarkon me ato prova të supozuara prej Serbisë. Do të thotë në asnjë rrethon tjetër, ti momentin që ti vën prongat në durr të Serbia atje, ju e dini kjo Serbia, po që ky pushtet i fuqi që thotë qysh sillet me qytetarët e vet, me protestuesit e vet, që i kanë dalë tash në rrugën sheshës për mundit as me menaxhu. Prandaj paramendojeni se një luftëtar i lirisë leret i mo prej sistemit, në këtë rast prej gardianëve, prej policisë, po paramendojeni si trajtohet një burgosur kur futet në burg, prej të burgosur tjerë që janë brenda aty, prej kriminalëve serb që janë brenda për krime ndryshme që kanë bërë. Ndoshta kjo pyetje më së miri shkomi ja bën, është policit ton që u liru para 2-3 dite. E shihni çka mundet me treguaj për gjendjen qysh mundet me kalu 1-2-3 ditë apo një javë apo qoftë edhe më shumë në burgjet e Serbisë, prandaj është e papranueshme. Nuk do të më bëni veprim të tillë asnjë njeri që ka kontribuar për lirinë e vendit tonë. Po, Sylla, patë një reagim interesant, kur e lexova paraprakisht reagimin e MPI-s dhe të pyeta për informacionet që i kanë autoritetet, pse konsideroni që s'bën të merreni me Ministrinë e Punëve të Jashtme apo zyrën ndërlidhëse që është në Beograd? Përbes kjo qeveri apo kjo ministri që 5 vite s'është marrë me neve, as nuk na konsideron që jemi si organizat apo ku jetojmë, apo çka veprojmë. Do të thotë qasja e kësaj qeverie për neve ka qenë e papranueshme, asnjëherë s'ka kthy kokën nga ne, atëherë pse duhet ne në një farë forme të respektojmë se çka ka thonë Ministria e Punëve të Jashtme. Ju dini kush e udhëheq Ministrinë e Punëve të Jashtme, e udhëheq një person i cili është më i zëshmi me fyrjet ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndaj krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndaj luftëtarëve të UÇK-s, gjithë ato veprime që ka bëu kundër nesh, gjithë ato propagandë që ka bëu kundër nesh. Tash nëse provon ajo zonja me një postim, me një status në Facebook, më na tregu neve që dalë luftën tonë apo kujdeset për luftëtarët. Donika Gërvalla është personi më i zëshëm kundër ish pjesëtarëve të UÇK-s. E ka dëshmu 10 herë, e ka dëshmu që ka mbledh prova kundër luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës nëpër studio televizive për ata që gjenden sot në Hagë. Ka provu marrë me thonë që Ramush Haradini është generalive shpallur, plot fytyrë tjera që ke marrë prej saj, prandaj asnjë vlerë nuk e ka se çka thot ajo sot ndërheqje apo largim prej asaj detyre ku është sot. Kështu që për neve janë të tepër të parancishme këto që i paska thonë Ministria e Punëve të Jashtme. Ne presim prej Bashkisë Ndërkombëtare me reagu